Mirë mëngjesë të dashur krepër, do bëjmë një mesazh për ju, i përjashtuari. Shikoni me vëmendje këtë letër dhe më vën të ndjej sikur shfaqin një ndjesi të juaj të qenut i jashtë, të përfshirë, të harruar. Por brenda kësaj letre ka një mesazh të fshehtë që ndryshon gjithçka. Dhe ajo çfarë është shumë e qartë, në kuptimin nuk është një që nuk e kuptojmë dhe nuk e është brenda jush. Ndjenjë të qenur të jashtë dashurisë, jashtë suksesit, jashtë komunitetit, është në fakt një plagë e vjetër të dashura krepër, që e mban gjallë mendja juaj. S'ka të bëjë me realitetin, por në mendjen e juaj ka ngelur e ngujuar. Pra, nuk është realiteti, është bindja se nuk meriton të jesh brenda andaj kësaj dere. Në të vërtetë dera nuk është e mbyllur. Absolutisht, jeni të lirë të hyni, të zgjedhni dhe të përfshiheni në çfarëdo që dëshironi. Mos prit ftesë nga asnjë, se shpeshherë presim sikur ta aprovojë dikush, të na pranojë dikush. Nëse ne nuk pranojmë veten tonë, nuk do jemi të pranuar nga asnjë. Pra, hapi i parë vjen nga ne vetë, dashur. Jam unë që mbaj veten derën e mbyllur. Është mesazhi i letrës. Dhe tani do të zgjedh të hap. Është në dorën e juaj të përfshiheni në çfarëdo që dëshironi. Asgjë nuk ka të bëjë me realitetin. Është thjesht një kujtim, një përvojë në jetën e juaj që mendja juaj po u mban mbyllur. Tani dëshironi të jeni andej apo të vazhdojmë të mendojmë që nuk mundemi.